Shfaqja e murtajës të Baktit e Imta në Shkodër ka bërë që Autoriteti Kombëtar i Ushqimit të ushtrojë kontrolle në të gjitha pikat e tregtimit të mishit. Drejtori rajonal i AKU-s në Shkodër, Ramir Haderi, bën të ditur se janë ushtruar kontrolle në 30 subjekte tregtare, ndërsa në 4 prej tyre janë bllokuar 124 kg mish. Në qarkun Shkodër janë monitoruar dhe kontrollu rreth 30 subjekte tregtim mishi, për punim mishit dhe pikat e shitjes, me shfaqjen e smundjes të murtajës ruminante për të vegjël. Kemi marrë masat tona për kontrollin e monitorimin e gjithë subjekteve të tregtimit të mishit. Kemi bërë monitorim në disa subjekte tregtim mishit dhe kemi konstatuar vetëm në 4 subjekte probleme me tregtimin. Janë marrë masat tona të nevojshme deri në bllokim të aktivitetit, është bllokuar një sasi mishit rreth 124 kg. Kreu i AKU-s në Shkodër thotë se për 4 subjekte tregtare ku janë konstatuar abuzime, ka nisur një procedim penal. Janë marrë masë administrative për shkeljet e dispozitave ligjore, mashtrim konsumatorit dhe është marrë masë për bllokim të subjekteve për kushtet higjieno-sanitare. Thirrja e ndërgjegjësimit për fermerët, për tregtarët e mishit të respektojnë rregullat siç janë të parashikuar. Tregtimi i mishit të bëhet me certifikat përkatëse nga veterineri zyrtar. Mos kemi raste abuzimit, sepse do të shkojnë për sekuestro dhe asgjësim. AKU Shkodër ju bën thirrje fermerëve dhe tregtarëve të mishit të respektojnë protokollet përkatëse për garantimin e sigurisë ushqimore për konsumatorët.